الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين على رسولنا محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، falendrimi takon Allahut. Allahun e falendrojmë që i takon madhnisë Allahut, ata e madhrojmë sa ai meriton të madhrohet. Ndërsa salate dhe selame i çojna pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati pranishëm, lutim Allahun që Allahu t'i pranon agjërimin dhe ibadetet tona ya Rabbel Alamin. Dhe në gjithë ibadetet i bëjmë që Allahu më na fal, e Allahi më na mëshiru, Allahi na fal dhe Allahi na mëshiroft ya Rabbel Alamin. Allahu nasip na bëv Jannatul Firdausin. Ligjëratën që e mbajtëm dje, do të vazhdojmë me pjesën e dytë. Ana don neve Allahu këtë pyetje me bë, tham, kështu e startuam pranë. Edhe vetëm më të shku mendja se Allahu a don ty është prej shenjave të lidhjes, connection, me pas lidhje ti me Zotin. Dhe i përmenëm disa prej elementeve se toubja, punët e mira, sabri, mbështetja në Allahun janë prej sebepeve që Allahu ty të don. Sot do ta vazhdojna Allahu a don ty ajo. Padyshim se Allahu e don robin dhe ka qef me fal. Po një prej smundjeve, sidomos të trit që nuk kanë shpresë te Zoti, shejtani shkon edhe ja u prek plagën më të madhe në zemrën e tyre dhe në mendjen e tyre, thot Allah i s'na don neve. E prandaj duhet, i thojnë kësajna reciprocitet, duhet me lidh veten me Zotin. Neve Allah na ka kriju për me madhnu Zotin. Prandaj Allahu atë don ty është një prej vezveseve të shumta të njerëzit se a don ty Allahu ja jo. Nëse ti e don Allahun dhe Allah i don ty. Prandaj mesazhi i dersit sotit është: nëse don me ditë ti a e don Allahin, gjejem përgjigjen çka ka më të vetun e tash ty edhe vetit. Sa njeri në dynjat nuk e ka thonë shahadetin? Plot. Allahi e ka dasht ata? Se ka dasht. Nëse Allahi të ka bërë rizk shahadetin, innal ladhina qalu rabbuna Allah, musliman, besimtar, të dashurit e Allahut janë ata që ka thojnë Allahu është Zoti jon. E pastaj kjo dashuri forcohet thumma istaqamu, tu përqendru në fenë e Zotit. Prandaj nëse Allahi të ka bërë rizk shahadetin, se ka shumë njerëz në dynjë të jetojnë, po se kanë thonë shahadetin. Kjo është shenja e parë që ti e don dhe Allahu ashtu dasht. I thonë në reciprocitet. Edhe Allahu don, edhe ti don. Po ti duhet që këtë shahadetin thumma istaqamu mu përqendru pak më shumë. Edhe shahadeti jon, jemi dhe joti, në Ramazan dhe jashtë Ramazanit nuk o njësoj. Imani, dashnia ndaj Allahut në Ramazan dhe jashtë Ramazanit nuk o njësoj. Na muslimanët e dojnë Allahin më shumë, se janë të prangos shejtant, janë çel dyrët e qiellit, xhenetit, janë të mbyll dyrët e xhenemit. Kjo vetëm me rahmet Zotit është. Prandaj dashuria ndaj Allahut është kur njeriu e ka të ngulit shfell shahadetin në zemrën e tij dhe është i përqendrueshëm që këtë tauhidin, që këtë besim ndaj madhnisë Allahut, i cili thot la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Pastaj çka thot Allahu në Kur'an? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Shahadeti hoç pa kumpo 20 vjet gjunahe. Me automatizëm banet tobe, hinën në Islam, e tha e shahadetin, yaghfir lakum dhunubakum. Allahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Këtë Allah i t'i fal. Zguzon ndryshe me menu. Allah i do mi fal, do s'mi fal. Allah i krejt t'i fal nëse ti menon që t'i fal. Lype, insista. Kjo është shprehja dashurisë ndaj Zotit, se Allah i ka thonë është tawwab, falës. Ti nëse i thu që Allah i s'u fal, ti dyshon sifatin e Zotit në emrat e Allahut. Prandaj na e dojna Allahun me gjithë gjunahet që i kena, e thojna shahadetin, edhe pse kena gjunahe,
bëjna tobe dhe istighfar që Allahu yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum, që Allahu na fal gjunahet. Allah i na fal ya Rabbel alamin. Ti që ka në xhami, a je udhëzum as je udhëzum? 5 herë namaz në ditë, në secilën recat, çka thu? Ihdina siratal mustaqim. Nëse nuk e thu që këtë laf, s'ki namaz. Pjesa e Fatiha, elhamdulillah, namaz, la salata liman lam yaqra suratul Fatiha. Nuk është sa herë, sa mi herë i ka thonë haxhidaja, Allah i dha shnet këtina dhe krejtve, për shembull 60 vjet, 70 vjet ibadet i ban Allahut. Herë 5 herë në ditë. Në Qiyam, Allah i të ka thonë ihdina siratal mustaqim. A mendoni se ka dashur Allahin kja? S'mundet. E çka do të thonë ihdina siratal mustaqim? O Allah na udhëzo, o Allah na forcon në udhëzim. Kjo është simptom që ti e don Allahun. Prandaj kush don me ditë dozën e imanit, ose sikur voltazha. Dikush i ka 16, 24, 18, 32, 200 watt, 400 watt, 800 watt. Edhe imani, dashuria me Allahun është çysh je lidh me Zotin, që këtë fjalën ihdina siratal mustaqim, nëse Allahu të ka udhëzuar dhe ti 60 vjet i ban ibadet Allahit, nuk është njësoj ai cili falet bajram në bajram. Edhe i thot Allahu ihdina siratal mustaqim ose xhuma në xhuma. Prandaj dashurinë ti e don Allahun, nëse i thua Allahut 5 herë në ditë ihdina siratal mustaqim, ti e të dashur Allahun. Thot Allahu në Kur'an, inna Allah yuhibbul muhtadin. Allah i don njerëz të udhëzuar. Ata që kërkojnë udhëzim, Allahi ja jep ata që e kërkojnë udhëzimin. Prandaj nuk është një herë, po në secilën recat thonë ihdina siratal mustaqim. Nuk ka mirësi dhe shenjë më të madhe të dashurisë që ti e don Allahun, mi thon Allahut ihdina siratal mustaqim. Nuk ka dashuri pa ihdina siratal mustaqim. S'ka. Edhe kjo është temel i dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Masi Allah i na ka bë musliman, e para është shenjë që ti e don Allahun, edhe Allah i të ka dashur të ka bë ti musliman. E tash ti e implementon këtë muslimanllëkin, këtë udhëzimin. E dyta, Allahu ta jep hidajetin, ta jep udhëzimin. Sa njeri ka qef më udhëzu, Allah i se ka udhëzu, Allah i ty dhe mu na ka udhëzu, Allah i ka dashur. E mas i ka dashur Allah i atër dujet i Allah. Ktheje këtë obligim. Ktheje këtë dashni që Allah i po don ty, se ti ke ardhur sot në xhami me madhru Allahun. Ktheja me dashni, me iman, me sejdë, me lutje. Unë e përmena ihdina siratal mustaqim për shkak të udhëzimit. Pastaj janë këtë veprat duke filluar prej shartave të Islamit. Dikush i cili pranon 5 shartet e Islamit, i praktikon, e shpreh dashurinë ndaj Zotit duke filluar prej shahadetit, pastaj namazit, ama nuk e le zakatin në Ramazan. Ama nuk e le agjerimin në Ramazan. Ama nëse ka shnet dhe parë, nuk e le haxhin. Kjo pastaj elementi me radhë që vjen që janë prej sebepeve që ne e dojna Allahun, janë implementimi i shartave të Islamit që na ka porosit Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjuhën dhe zemrën dhe mendjen Allah i t'i ka dhënë, njeriu flet, njeriu mendon, njeriu logjikon, edhe njeriu Allah i ka dhënë shumë të mira. A don me ditë sa e don Allahin? Sa e përmend çka që don? Sa ban punë për Allahin çka që don? Sa e ndjen zemra jote etjen për Zotin çka që don? 24 orë sa herë ka përmend Allahin? 24 orë sa herë ka shku mendja te Allahi? Apo vetëm në zor kur t'jena? Prandaj ndjeshmëria e dhikrit me zemër, e dhikrit me men, e dhikrit me gjuhë është prej test me bë veten ti sa e don Allah. S'mund të dikush mi lexue 4 gjuz në ditë, ti 4 gjuz në jetë si ke lexu kur. Me dashur Allahin. S'mund. S'mund haxhia për ditë lexon Kur'an dhe bën dhikr Allahun dhe kur namazi me xhamat si hik. Edhe ky më thon se njëri që ka rrin kafe e don Allahin edhe ky nuk mund më kon ai i kafës dhe i xhamisë njësoj. Ai i dhikrit dhe ai i shajtmës njësoj. Prandaj ndjeshmëria e dhikrit me zemër, me mend dhe me gjuhë, sa e përmend Allahin çaq. Prandaj Allahu ka thënë ja ayyuhalladhina amanu dhkurullah. O ju që keni besuar përmend Allahin shumë. Pse? E shpreh dashninë me të përmendme.
Pi krijesave fëmia ka në do mas shumë t'i don nanën, pse e ka afër, pse e ndjen fuqinë e saj, e ndjen ushqimin e saj, e ndjen logjistikën e saj. Atëherë ti Allahun a e ndjen që e ki afër. Inna Allahe qaribun min al-muhsinin. Allah është afër njerëzve bamirësve. Bamirës është veç me që menën, me thonë shahadetin, me falë namazin, edhe me përmen Allahun subhanahu wa ta'ala. Se kjo nuk bëhet ndryshe se vetëm Allahu ta mundson ty me përmen Allahun. Kjo shenjë, nëse Allahu ta mundson ty me përmen Zotin, Allah është të dashur. Edhe ti je të dashur Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj pjesa tjetër me radhë që Allahu atë don ty dhe na e dojnë Allahun është veprat e mira në përgjithësi punë që i bëjmë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha ahabba Allahu al-abda ista'malahu. Kur Allahu e don robën e përpunon. Çysh e përpunon ja Rasulullah? Ja mundson me bë punë të mira. Nëse Allahu ta ka bërë rrezik me bë punë të mirë, ti e don Zotin. Në çat moment a ka mundsi ti me bë punë të keqe, ha? Edhe me hub lidhjen me Zotin në atë moment, po. Për shembull, njeriu i cili vjedh, në momentin e vjedhjes, a ka iman, a s'ka iman, a e dini? S'ka iman, del imani. Njeriu i cili pir raki, Allah i na fal, na rujt. Allah i udhzoft ata që e pinë. Në moment kur pinë raki, a e don Allah i na janë, del imani. Masani ban tobe istighfar. Njeriu i cili vjedh në momentin e vjedhjes, hadith ka, s'jam të thonë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. La yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. 3 gjunahe të mëdha i ka përmend në moment del imani. S'mundesh me thonë un jam të dashur Allahin edhe hajduk edhe e du Allahin. Edhe jam të pi raki edhe e du Allahin. Edhe jam të bë amoralitet edhe e du. Ja. Del imani. Prandaj njeriu jena të fol veprat e mira, jo veprat e këqija, janë argument që ti don Zotin. E ki mundësi me bën një haram se ban, shpërblehesh. E ban një sadaka, e ban një punë të mirë, e ban një ndihmë, e ban çfarë do koft, ki shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ka momente o vëllezër, i thojnë përmallimi për Allahun ton subhanahu wa taala. Njëna të fol e dojnë Allahin, Allahin a don neve. Edhe kjo meselja e përmallimit është meselje shumë e ndihshme që s'përshkruhet me 10 minuta, 15. Ama ka momente kur zemra ndjen boshllëk. Dhe as gjë bosh, as pasunia si ban dobi. As posti. A dini beso njeri vjen që këtë shkup ka ndert me lot në sy me 15 hapa në xhep se ze gjumi rahat. Kret marika, i mungon dashuria për Allah. I mungon namazi jot, i mungon dhikri jot, i mungon istighfari jot, i mungon tobja, i mungon lidhja me Allah, i mungon shpresa me Allahun. Ai kreti ka, ama ai nuk është përmallu për Allahun, ai është përmallu për dynjan, dynjaja ka zonë frymën. Ai është përmallu për postin, posti ja ka zonë frymën. Se postin me zullum, mallin me zullum, edhe postin, edhe mallin, edhe çallimin, edhe krejt saltanatet, edhe në xhenet i përmallu për Allahun, jo, ja ke blok ti vetit për te Allah. Për çta përmallimi kur ta dush Allahun dhe Allahu don ty, radiallahu anhum baradu an, ata e dashën Allahun dhe Allah i dashni ata. Ç'kjo është elementi që ka kërkuar. Atëherë buron përmallimi për Allahun subhanahu wa taala, sepse ajo është zemër e shprast në të cilën nuk ka përmallim për Zotin subhanahu wa taala. Përmallimi për Allahun është në mes natës mi thonë zemrës tonë, o Allah, ku është zemra jeme? O Allah, ku jam unë me ty? O Allah, hakin që e kam, ti veç mundesh më udhëzu dhe më drejtu mi plotësu ndaj teje, ja Rabbel Alamin. Përmendja për Allahun nuk është vetëm frikë, se shpesh herë na thojnë ahoç dush me pas frikë. Çdo herë frika është me dashuri dhe me respekt, frikë respekti thojnë. Frikë me dashuri, me dasht Allahun, jo vetëm frikë, me dasht Allahun. Çka Allah të ka dhënë, kush të ka bën më shumë ti mirë se Allahu, kur kush? Atëherë duaj Allahun se ky meriton të duhet. E çfarë është përmallimi për Allahun? Të ka marrë malli për Allahun. Mi mësu emrat e Zotit, cilësitë e Allahut. Na dhe me lutës dina kanë herë. Walillahi al-asmaul husna fad'u biha. Thot Allahu në Kur'an, emrat e Allahut ka të bukur. Sa njeri është i smut sot.
Sa njeri ka borxhe sot. Sa njeri ka siklete sot. Po lutë Allahin me emrin ja shafi el kulubsh, o ti i cili je shërus, emër dhe cilësia Allahut, shnosh i zemrat tona. Ja hadi, Allah i ka emrin hadi, udhëzus, na udhëzon rrugën tënde. Ja Razzak, o furnizus, na furnizo. Për mallimi kur ta njofsh madhninë e Allahut, emra dhe cilësitë e Zotit, e njeh për në meti smunësh pa Allahun kur gjohiq. I nënshtrohesh total Allahut madh. Prandaj njohja e emrave të Zotit dhe cilësive e ban njeriu më përmallu për Zotin më shumë. Ama na kena xahiliet lëk në këtë punë. Edhe prandaj vinë telashet në këtë aspekt që ne smujna me vazhdu deri në fund. Dashuria për adhurim ose për namaz. Sa na e dojna namazin? Sa e ndjem kënaqësinë? Nëse i përmallu namazit, e kena ndëgju 1 milion herë për xhallarëve, është kontakt, është lidhje me Zotin. Ama dashuria për adhurim është dashuria se ty të ka marrë malli muzatet me Zotin, me Allahun takohesh në xhami. Po du me dalë faqe barë në ditë kiametit, ama kur në xhami s'ke hi, kur sejdë Allahit si ke ban. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Ata kanë jetë vështirë se kanë kthy shpinën Allahut. Ti si e përmallu për xhamien, ti si e përmallu për Allahun, si na të thon për murat e xhamisë. Na të thon për ibadetin që bëhen në xhami, që Allahu të ka urdhëruar, wasjudu waqtarib dhe bën sejdë se je afër Allahut subhanahu wa taala. Përmallimi për Allahun e ban njeriu me mësu emrat e Zotit, me fal namazin me frikë, me përmallu për kontakt, me marr mallin namaz, intidhar sala ila sala. Prej namaz deri në namaz është prej shenjave të shpëtimtarëve, të njerëzve që kanë mëkon të shpëtuar dhe të dashurit e Zotit. Mendimi i shpesht për në ahiret. A ka dikush që e mohon vdekjen? Kejtë e urrejna, a mos e ne mohojna vdekjen. Se sina gati me dashurin për Allahu subhanahu wa taala. Për përmallimin për Allahu subhanahu wa taala. Edhe leximi dhe meditimi i Kur'anit që Allahu na ka dhënë emanetin më të madh. Ti e don Allahun, është nëse njeriu të ka vënu, nëse Allahu të ka vënu ikhlas, sinqeritet, është çelësi më dasht. Allahu ty dhe ti me dasht Allahun është sinqeriteti. El ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Kur na krit punë të ibadeteve i bojna për Allah, është qelë si kodi që Allah i ta qelë, relacionin zemër dhe mendje me Allahun je afër, e ndjen kënaqësinë e adhurimeve. Kanë herë ban ibadet po s'knaqesh. Shkon hax po nuk kënaqesh kurrë. E ke po njëri kanë ti s'kan. Njëri është në xhami, ky vajton prej dashurisë Zotit, ky është i ngurtë, thosh ka kabe kim ngatmuar. Ky e parë kënaqet u dhon, ky e parë që i dhem zemrat që u dhon. Nuk ka, pse se i mungon sinqeriteti. Prandaj kjo është prej simptomeve të para që nëse don më dasht Allahu dhe ti më dasht Allahun, është lidhja, është e vetmja që është e patjetërshëm ikhlasin për Allahun subhanahu wa taala. Dhe sa kohë ndajna na për falënderim, sa minuta mi thon Allahut elhamdulillah Allah që u zgjova. Në sabah jetë çu. Kush ta dha jetën? Kush ta dha frymëmarrjen? Kush t'i dha të mirësitë? Allahu thuaj elhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma tani wa ilayhi nushur. Falëndrimi takon Allahut pin sabah që më ringjallë dhe më dha jetë. O Allah më të falënderu. O Allah që më dha jetë në Ramazan më të madhru. O Allah më dha një shans në Ramazan më afrua për teje dhe për më përmallu për tyje o Allah subhanahu wa taala. Edhe e fundit sa vepra i ban për Allahun subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të mundona me rumullaku. Men ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Çfarë fjalë më të shtore. Ka thënë kush e don takimin me Allahun, edhe Allahu e don takimin me te. E kush e don takimin me Allahun, Allah e don takimin me te. Takim me Allahun nuk është nëse, po është veç kur, sa jo ka me ndodhë pa tjetër. E çka do me thonë kjo në vete, a kemi marë pasurien, a kemi marë të mirat e dynjas, apo kemi marë vetëm se veprat e mira.
Wa qul i'malu fasara Allahu 'amalakum wa rasuluhu. Dhe thot Allah në Kur'an, dhe punoni se do ta shef Allahu dhe pejgamberi dhe besimtarët punën tënde. A i përmallu ose a don mu taku me Allahun pa bagazh apo me bagazh? Që ky namazi joti, që ky agjerimi joti, që të janë ata që kanë më të shoqëruar ditën e Kiametit, që to janë që kanë më dal natën e vorrit, nurën e siratit, te mizani, krit janë që to veprat e tua që janë dëshmi për dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. E shenjat e përgatitjes hoq, po du mu përgatit qysh mu bogati, zemra që pendohet shpejt, mëse prolongo me thonë, kam janis mas këti viti, kam e shku në haqë mas 20 vjetëve, kam janis me thonë, si që janis me thonë, kam e ban, së ne ban, po në moment janis me ban. Pendimi me vones nuk është pendim, pendimi dënë nëse vonohesh në udhubillat, du të pendim në veti. Prandaj pishenjave të para që ti e donë Allahun dhe takimin me Allahun, është zemra që mu pendu për madhnin e Allahut subhanahu wa taala. Është elementi i dytë, kur namazin mos e le, se nëse namazin e le, atëherë ti nuk e don Allahun dhe nuk ke shpresë dhe nuk je përmallu për Allahun. Prandaj shtylla e këtij besimit është implementimi duke fal namazin që Allahu 83 apo 84 herë në Kur'an e përmend. Është dhikri dhe shpeshtimi i dhikrit në Allahun, është prej sebepeve që ti e don Allahun dhe Allahu të don ty, është friga dhe respekti ndaj madhnisë së Allahut dhe ashtu me radhë. Pyetje: nëse hipotetikisht po flas, e kishmi vetën edhe 24 orë kishmi pas jetë, çka kishmi bë? A ishmi përmallu me shku te villa, te puna, mu taku me djemt, mu taku me vllaznit, me vëna i qef të dynjas, apo përmallimi jot çka do të ishte? Apo Allah, unë jam i sigurt, kejt, pite unë kisha thonë, jam, ama dhe jo. A di çka kishmi thonë? O Allah, jepëm edhe pak shanca, edhe pak, veç të madhroj ty dhe të vaj ibadet, ja Rabbel Alamin. Xhamat, nuk është pyetja a do të vdesmi, kene me vdek, po është pyetje çysh kene me vdek. Edhe këto tema që i na ti fol, a e dojnë Allahun, a na don Allahu, a i na përmallu për Allahun, dhe takimi me Allahun është në forma se si do të vdesim, a do të vdesim të sigurt me shahadet ajo. Nëse të rëthon Allahun kime dal i të rëthum, nëse nuk e të rëthon kime dal besnik. Nëse ke frikë, shpresë, dashuri, përmallim, kime dal tamam. Edhe pe përfundojmë. A dini Bilalin shtaratin e vdekjes çka ka bën? Nga ramatul maut të edhon e manetin, njeriu i cili ka vujt shumë për shahadet. Ata të cilët e masakruan mushrikt, në midis nxehtit, në temperaturat ndaja, e torturun. Ju përgjigj gruaja e tij dhe i tha me një dhimbje të madhe dhe me pikëllim, tha, në shtratin e vdekjes, tha, sa po më dhimë se jetu shku. Jena të nda. A ju përgjigj, tha, me një buzëqeshje shumë të madhe, me një mallëngjim shumë të madh në fytyrën e tij, nga ramatul maut, buzëqeshje, Bilal radiallahu anhu, muezini pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A dini çfarë tha? Tha ja, tha, jam të shku. Ku? Te shoku jam, te Resulullah sallallahu alaihi wasallam, është përmandu për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është taku për sahabët. Pse? Se që ky Muhammed Mustafa alaihi salam ja mësoi shahadetin, do thotë u bë shkak për udhëzimin e tij. Ishte i pari, për i të parëve që ka i thiri e zanin. Ama nuk tha, i gru jam të të lanë ty, jam të lanë dynjan, jam të lanë, po me buzëqeshje, me mallëngjim, jam të shku aty ku duhet me shku. Jeta për hershëm është ahireti. Enes ibn Nadir ishte luftar prej luftarëve të veçantë luftën e Uhudit. Ishte djaliria, më djemtëri, sot çka kanë marak? Luksozin e dynjas. A dini çka tha? Ja ishte i përmallum për ahiretin, tha, inni asma'u rihul janna, unë jam të njerën e xhenetit, pin dynjat. Edhe hini në aksion luftën e Uhudit, edhe ra shahid. E një tjerën e xhenetit pin dynjat, ish përmallu për Allahun, ai nuk kalkuloi çka ka më bën në dynjat. Ai ja ka mësy me dal faqebar para madhnisë Allahut, para mendon çfarë psikologjie, çfarë imani, a ka mundësi këtë muhabet çka e thash sot, dje edhe pardje, mos me pas parasysh ky sahabi? S'ka shanca. Pse se këto në kanë të lidhë me këtë lloje të ibadeteve.
Edhe këto e kanë pas një sen, një kanë të përmallum për Allahun, edhe një kanë të përmallum për takimin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, ky nuk ishte guxim, po ky ishte mallëngjim për Allahun, se shpesh edhe në dynjat ka guximtar që luftojnë, jo. Ky guxim ka qenë mallëngjim për Allahun. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe e fundit, Omeri radiallahu anhu, prej lutjes të veçantë çka e ka bën. E dini çfarë lutje ka bën? Omeri radiallahu anhu ka thonë: "O Allah, ma mundson një fund të mirë." Kështu ka bërë dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush më thot mua, jam i sigurt se e dini, çka është funi i mirë? Funi i mirë është me thonë la ilaha illallah, po. Pejgamberi sallallahu ka thonë: "O Allah, ma mundso me pas përfundimin e mirë." Përfundimi i mirë, njeriu më i sigurt, më i dashur i Allahut ka thonë: "O Allah, ma bën nasib një përfundim të mirë." Mesazhi është, nëse Omeri radiallahu anhu ka thonë: "O Allah, ma jep një përfundim të mirë", ka bërë një dua pak më të veçantë. Ka thonë: "O Allah, jepëm përfundim të mirë dhe ma mundso ma merr shpirtin shahid dhe në vendin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam." Dhe ju ka shku mendja çish ka vdek Hazreti Omeri. Është përmallu për Allahun. I banë në atentat, Omeri radiallahu anhu u plagos dhe vdiq shahid. Ju pranu duaja, dhe e dyta ishte në qytetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se dhe vdekja në Medinë është më e mirë se çdo kund. Dhe thotë dy mirësi, edhe shahid, edhe në qytetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ju bë duaja kabul. Prandaj xhamatin ndershëm, e lutim Allahun e Madh që neve dhe juve të bëhet na mundson Allahu që ky Ramazan na mundson Allahu ta duam Allahun shumë dhe Allahu të na don neve, të përmallohemi për adhurimet ndaj Zotit, të takohemi me Allahun në dynjat që dalim faqebar në ahiret. Takimi me Allahun në dynjat është mi thonë Allahut lebejk, Allahumma lebejk, ato që shkojnë haxh. Takimi me Allahun është namaz, takimi me Allahun është kur shkojsh ti ta vizitosh një të smut. Kur ti e viziton një fukara, pasha Allahun, kur shkosh ti te një fukara, Allahu është aty. Kur shkosh te një smut, Allahu është aty. Kur shkosh te një nevojtar, Allahu është aty. E nëse don Allahu më kanë me ty në ditën e Kiametit, rri aty ku të ka thënë Allahu. Rri në vendet e shenjta, rri në vendet e mira, rri në vendet ku bëhet ibadeti, rri në vendet ku takohen muslimanët dhe madhrojnë Allahun, i bëjnë ibadet Allahut. Elusim Allahun e Madh, Allahit na fal gjunat neve dhe juve. Allahu na udhëzoft në rrugën e tij, Allahu na bëft nga të dashurit e tij dhe na bëft ata që përfundojnë këtë botë me fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadha sallallahu ala nabiyina Muhammad.